Përshëndetje. Krahasimi me vendet shumë të zhvilluara është një sport kombëtar. E bëjmë në kafene, në rrjetet sociale, në studio televizive dhe aq më keq brenda kokës tonë. Atje bëj kështu, në Gjermani kjo nuk ndodh. Në Skandinavi njerëzit janë ndryshe, po pse jemi kështu dhe ne nuk jemi si ata? Dhe pastaj mbyllim bisedën me një pësherëtim filozofike, jemi njerëz njësoj, çfarë na mungon? Kjo pyetje është problemi, sepse është e gabuar që nga rrënjët. Po, është e vërtet se ne jemi qenie njerëzore njësoj. Kemi dy sy, një tru, emocione, frikra dhe nevoja për siguri. Por këtu mbaron ngjashmëria. Çdo gjë tjetër, mënyra si mendojmë, si sillemi, si ndërtojmë shtetin, si e kuptojmë ligjin, punën, përgjegjësinë, është produkti i historisë, kulturës, pasurisë, edukimit dhe traumave kolektive, dhe këto nuk janë të njëjta. Iluzioni jemi njësoj. Nga pikpamja psikologjike, ky krahasim i shpejt buron nga mendimi i thjeshtuar infantil. Është i njëjti mekanizëm që përdor një fëmijë kur thotë, po pse ai ka lodhur dhe unë jo? Nuk sheh prindrit, punën, kushtet, kontekstin, sheh vetëm rezultatin final. Ne shohim rrugët e pastra, institucionet funksionale, shërbimet publike, pagat, standardin e jetesës. Nuk shohim 100 apo 200 vite stabilitet, luftra të përballuara ndryshe, koloni që kanë sjellë pasuri, sisteme arsimore që janë ndërtuar brez pas brezi, besim shoqëror që është kultivuar ngadalë. Ne shohim vetëm sot dhe e krahasojmë me sotin ton. Kjo është psikologjikisht negative. Krahasimi si mbrojtje nga përgjegjësia. Një arsye tjetër pse krahasohemi është sepse krahasimi na lehtëson barrën e përgjegjësisë personale. Nëse themi ne jemi mbrapa sepse sistemi është i keq, sepse politikanët janë kështu e kështu, sepse historia jonë është kjo e kjo, atëherë nuk kemi pse të ndryshojmë asgjë te vetja. Krahasimi me vendet e zhvilluara shpesh përdoret si justifikim emocional. Është më e lehtë të ankohesh se sa të ndërtosh. Më e lehtë të thuash ne s'jemi si ata, sepse të pranosh se dhe ne, si individ, kontribuojmë çdo ditë në këtë realitet, me mungesë disipline, me tolerancë ndaj abuzimit, me mendsinë që kemi, rregullo punën time dhe pastaj le të digjen të gjitha. Traumat historike dhe mungesa e vazhdimësisë. Vendet më të zhvilluara nuk janë bërë të tilla rastësisht. Ato kanë pasur vazhdimësi historike dhe kur kanë gabuar, kanë pasur kohë të korrigjojnë gabimet. Ne kemi pasur ndërprerje të dhunshme, pushtime, varfëri ekstreme, diktatura, emigracion masiv, shkatërim të elitave intelektuale. Këto nuk janë detaje, janë plagë psikologjike kolektive. Një shoqëri e traumatizuar mendon në planin afat shkurtër, mendon për mbijetesë, jo për ndërtim, mendon si ta rregulloj sot, jo si ta ndërtoj për 30 vjet. Kur krahasohemi me vende që kanë menduar në afatgjatësi për breza, krahasimi është jo vetëm i padrejtë, por dhe i pakuptimt. Pasuria nuk është vetëm para. Një tjetër gabim klasik është mendojmë se zhvillimi është vetëm çështje parash. Jo. Pasuria më e madhe e vendeve të zhvilluara është besimi shoqëror, besimi se ligji funksionon, besimi se tjetri nuk po të mashtron, besimi se puna po shpërblehet. Ky besim nuk blihet me kredi, as me fonde, as me reforma në letër. Ai ndërtohet me kohë, me ndëshkim real të shkeljeve, me edukim të vazhdueshëm. Kur ne krahasohemi dhe themi pse ata janë kështu e ne jo, harrojmë se jetojmë në një kulturë ku mashtrimi i vogël shihet si zgjuarsi, shkelja e rregullit si fleksibilitet dhe respektimi i ligjit si budallëk. Idealizmi i tjetrit dhe nënvlerësimi i vetes. Psikologjikisht kemi edhe një problem tjetër. Idealizojmë ata që janë jashtë dhe zhvlerësojmë atë që kemi brenda. Vendet e zhvilluara i shohim si perfekte, pa probleme, pa korrupsion, pa konflikte. Realiteti nuk është as pak kështu. Ata kanë kriza, depresion masiv, vetmi, probleme identiteti,
konsum të lartë dhe antidepresant. Por këto ne nuk i shohim vetëm fasadën. Kur krijon një ndarje të rrezikshme, ata janë me ne nuk jemi, kjo mundësi prodhon inferioritet kolektiv dhe cinizëm. Dhe një shoqëri që ndihet inferiore ose bëhet agresive ose dorëzohet. Krahasimi i shëndetshëm kundër krahasimit neurotik. Krahasimi në vetvete nuk është i keq. Krahasimi bëhet problem kur është pa kontekst. Një krahasim i shëndetshëm pyet: çfarë mund të mësoj prej tyre? Një krahasim neurotik pyet: pse ne nuk jemi si ata? Pyetja e parë ndërton, e dyta paralizon. Ne shpesh zgjedhim të dytën sepse kërkon më pak mendim dhe më pak punë. Është ankesë e veshur si analizë. Çfarë nuk llogarisim kur ne? Kur krahasojmë, harrojmë të llogarisim historinë e tyre institucionale, pasurinë e trashëguar, kolonializmin dhe përfitimet e tij, stabilitetin politik afatgjat, edukimin qytetar që fillon nga fëmijëria, respektin për rregullin dhe kohën. Dhe mbi të gjitha, harrojmë të llogarisim veten tonë si faktor aktiv, jo si viktim pasive. Dhe si përfundim do të thosha se krahasimi nuk na ndihmon ndërgjegjësimi, po. Të krahasohesh pa kontekst, asi të krahasohesh një fëmijë 10 vjeçar me një të rritur dhe pastaj të pyesësh pse nuk janë njësoj. Nuk është analizë, është vetë mashtrim. Nëse duam realisht të ecim përpara, duhet të ndalojmë krahasimet emocionale dhe të fillojmë llogaritjen reale. Kush jemi, nga vijmë, çfarë kemi, çfarë nuk kemi dhe çfarë jemi gati të ndryshojmë te vetja. Jo te ata, sepse e vërteta është kjo. Nuk na pengon fakti që jemi ndryshe nga vendet e zhvilluara. Ne na pengon fakti që nuk pranojmë se jemi ndryshe. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.